I themeluar si institucion I ruajtjes dhe transmetimit ndër breza të folkut të pasur shqiptar me qëllim evidentimin dhe shtytjen mutej të talenteve të vegjël, festivali mbar kombëtar I instrumentistëve të vegjël popullor për të 21 vit me radhë mblodhi në qytetin piktoresk të Fushazit rreth 300 artistë të vegjël nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Për themeluesin e këtij festivali Fran Mulej, eventi tashmë është një shpalosje gjallë e pasurisë tonë kombëtare, e cila fatmirësisht e nderuhet. Çfarë është dhe synimi I këtij organizimi? Në 2004 lindi ideja angazhimi për të realizuar një aktivitet të tillë me qëllim të evidentimit vlerave dhe transmetimit nga brez në brez, veçanërisht të instrumentit popullor. Edeksa për 3 ditë me radhë, instrumentet popullore kumbuan fort jehonën e tyre mes maleve në luginën Buzfanit. Eventi mblodhi në fusharë zemra të njohur të muzikës shqiptare, muzikolog, albanolog dhe mjeshtra të mëdhenj të artit e kulturës. Është një festival tipologjik, shumë I veçantë dhe që sjell instrumentist vërtet virtuoz. Armir nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të ndigjosh një fëmijë që luan mjeshtërisht në Çifteli me ato melodi të famshme të Nushqytit që ka çudit botën. Është një nga gjërat më të bukura që kam parë në jetën time, jo vetëm në këtë zonë, por një festival të fëmijëve të vegjël. Është emocionuese, është tamam ajo ardhmëria e pandryshueshme e identitetit tonë në muzikën që populli vet ka krijuar. Ky event me të drejtë tashmë konsiderohet si vend bashkimi I artistëve të vegjël nga mbar trevat shqiptare, duke shpalosur kështu pasurinë e madhe jo vetëm folklorike që trashëgojnë shqiptarët ndër shekuj në trojet e tyre, por dhe atë kostumografike të kombit tonë.